O, parashevia, zemra ime. Tani, Vajta bëra dhe një shkrim që ti sa pas ke lexuar. Ke lexuar, të me parashevia. E kam lexuar. Shiko, nuk kishte gjë më të bukur, se sa, do me thënë, një nga kujtimet më të bukur që më la New Yorku ishe parashevia. Do nuk të la për shtypje statue lirisë... Jo, kur takoj presidentin Trump, në base... Times Square, po parashevia si madhe. Parashevia më la një ndjesi të jashtëzakonshme. Pse? Si është tani parashevia? Po tani më bëjnë shumë shpesh të pyetje, mua më duket mirë, po ta shohësh parashevia jeton në botën e saj, që është e pa bërpis me njerëz që mundet të interferojnë në botën tonë dhe të trazojnë atë. Parashevia ka shumë të bukur botën, edhe është diku atje në një qosha, duke qeshur për çdo gjë që mundet t'i rrotullohet. Ke kontakt? Po, flasim mirë pas here, kur Eltoni Liriani... Indien e këto? Po, jo, më tani isha në New York, se isha për 41-shën, e kupton? Po? Tani isha, në 10 orë erdha. Po, dhe? Kështu që tani do iki prapë dhe do të takojmë prapë parashimin. Do dhe në shmirë, a mund t'ja bëjnë koncert që përflitet? Nëse do t'ja propozoj dikush pa tjetër, po s'po i propozohet kjo koncertit. Dhe atë moderatorë koncertit t'jesh ti, për shumë? Me qef për parashevin, po themë? Për parashevin si magu, no, i koncert recital, edhe ti nuk t'a bë, pa qa thua, më? Po, do t'a bënim bashk. Unë shkroja me shumë knajsi skenarin. Pa, sa bukur, po që nuk më kisha vajtur mendja. Me shumë dëshirë do shkroja skenarin. Dhe ti shkruan vetë skenar, nuk e diskutoj këtë, po. Për parashevin si magun, absolutisht e bëj. Më hape një derë tani për një projekt. Okej. Me këtë shkrim. Flasim bas. Pas kamerave, okej, në rregull. Tani, sa bukur Landis nuk kishte shkuar në mend, bravo. Një element, një detaj nga takimi me parashevin? Ajo nuk më quante Ilnisa. Po si thrisë? E harrova tani. Ili? Jo. Nisa? Beci Smith, se si më vuri emrin. Besti? No, ja ta gjem, sa të kalushti të foto tjetër. Po, jo të foto tjetër do rrim këtu neve, këtu do rrim të parashevia. Jo, do rrim që të parashevia. Pse harrova tani nuk po më vjen, do më të... Okej, e ka përcen. Po më quajti në një emër tjetër. Do të përkëdhelte? Beti më duhet. Të përkëdhelte? Të përkëdhelte? Po. Pse? I ure në zëmë. Po të hyo në zemër. Ti ishe në ato momente kër e pe parashevin unë knaqime? Ne kemi qenë për darkë fu me Eltoni Lirianin. Eltoni është aji njëri i cili për kujdesin e ka shumë të madhë përgjithsisht për çdo kënd që mundet t'i avitet, por për parashevin pak më shumë se në raste normale. Kupton, parashevia është një rast i jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare. Një yll i cili u gjend i rënë në mes të Times Square-it, kështu që kur një yll bie. Dhe në rastin konkret, historia bëri jo pak buj, por nuk u bë më asgjë pas këtij ylli që kishte rënë. Ja, nuk bëri. Duhet bënte? Po padyshim. Po minimalisht ti bënin këtë koncertin që ti thua. Do me thënë, le ta nisnin nga arti, le të bënim diçka për të grua, ta kthenim dhe njerëz. Të lumt goja. Foto tjetër. Tani kjo foto do të gasmoj një qik këtu, se ti ke punuar të portali Konica, dhe këtu je një moment pak servile, pak, jo shumë. Unë gjithmonë me shefat e kam pas mirë, që të dish. Jo, ti e ke pasur mirë nuk ka me shefat. pasur shef në jetën time apo pedagog që unë nuk e kam pasur mirë. Dhe rolin që unë kam luajtur edhe urrejtin që mund të kem marrë edhe nga shoqjet e klasës është që këta më trajtonin si të barabartë. Ndoshta se unë isha pak më rritur para kohë, apo ndoshta se jetoja në të njëjtin pentagram siç jetonin edhe këta. Kështu që e kam pas dhe vazhdoj ta kem shumë mirë me këdo që më drejton, po shpëtimi një burr i ditur shumë. Edhe her pasiri i rikthehem atyre vëllimeve të botuara nga Konica. ABC-ja. Nga ABC-ja, po te Konica që... Po, dhe ka bërë gjë më të bukur që na ka lënë mundësinë e ca libër tha xhepi. Libra dijesh. Po,
të vegjël që ti mundet të jesh në avion, mundet të jesh duke ecur në rrugë apo të jesh taksi, ti e shfleton një tregim, kupton, ti Të marrë malli për portalin Kornica? Po isha duke kërkuar një shkrim që e kam shkruar për Gazlekën, sepse doja t'i rikthesha dhe nuk e gjeta më, nuk e di pse janë zhdukur shkrimet. Dhe përgjithsisht, po nuk kam më shkrim me Konica, po duhet t'ja ke dhënë truri shpëtimin si duket. I ka fshirë? O, i ka dhënë mbyllën i dhe. Shiko, këta që dinë shumë janë dhe problematik në... Edhe mbyllin shpejt. Edhe si shë hapen dhe e mbyllën. Foto tjetër. Zhduk një çdo gjë. Tani ke e 2 foto, edhe me Ramën, edhe me Berisha. Jo, prit pak tani. Pse? Ja, 1 minutë. Jam në emision të Roland Shafoku, shikoni pak se çfarë foto më kanë nxjerrë në ekran. Landi. Po pse? Për çfarë? Do t'ja çoj doktorit. Me vërtet? Po jo, po ti e ndërpreve, nëse do të thoshe, po pse për çfarë kam thirrur unë këtu? Hajde ta bëjmë edhe një. Po, edhe një, hajde. Jam live të Roland Shafoku dhe më kanë nxjerrë këtë foto. Po, edhe Berishën, edhe Ramën. Po pse Landi e ke bërë këtë? Po pse për çfarë kam thirrur unë këtu për nuse për djalin? Unë fol tani edhe me Berishën dhe me Ramën, ndahet tani se nuk mund të jesh me të dy. Ti Landi, ti ke djalë vet? Po. Po ti e ke pak të vogël. Ska, nuk e çështje moshe. Këtu kemi qenë që me doktorin kam pasur një nga njëjët më të bukura. Pse? E kërkoja shumë, domethënë e dëshiroja shumë ta njihja pa futur të tjerë në mes. Dhe nuk futa të tjerë në mes. E takova direkt? E takova direkt dhe më ka ardhur në emision me njerë. Nuk ka burr më ditur në Shqipëri se doktor Berisha. Aty e te zyrë e ti besoj te... Lartë, pa. Te zyrë e ti, Aba Center? Pa. Nuk ka burr më të ditur. Nuk ka burr më të ditur? Ja. Po ti një gjithë Si politikan, unë ata që janë të ditur i çmoj, siç përkundër edhe ty. Jo, falendej, po nga e diti që është ai më i dituri, s'ka më. Është i ditur shumë. Po se the më i ditur, pa diskutim. Me thënë drejtën edhe më i dituri, po. Më i ditur? Po. Ai ka një njohuri të jashtëzakonshme. Jo, të gjë Rama këtu, jo në fotografi zemër me ty, po. Rama, si, vërtet? Po ta gjë Rama të ishte ti? Po, unë nuk jam Servile Holandi. Po, unë do të ngasmoj këtu tani unë këtu. Rama është një nga njerëzit që shkruan më bukur në publicistikën, po. Nuk shkruan njëri më bukur se sa Rama. Harroja. U thet, do të dyve u bëre qefi. Nuk shkruan njëri, jo, unë nuk është e vërtet. Nuk shkruan njëri më bukur. Unë e shmoj shumë. Disa fjalime ti janë... Unë e shmoj shumë. Që e dikush e shperla, unë e them dhe në emisionin tim edhe marrë spunto her pas here. Unë bëra një shkrim tani në fund, edhe ja çova doktorit, e botova përpara 1-2 javësh, edhe them Rama, Noli dhe Malvina si pushteti morali dhe mediokriteti a diçka e tillë, ja çova doktorit.